Ai më shkruajti në DM, ndërkohë që unë kisha nxjerrë të temën, dhe tha, po ne baballar që shohim kalamaj ç'a bëhet. Dhe I thash, po ti duhet vish të flasësh. Ishte shumë e vështirë. Shumë. Fola vetë, I çova audio dhe s'më jepte numrin e telefonit, flisnim back and forth, apo ç'duhen historitë e mia, pse duhet I them unë. Shikoj, thash, për një gjë bëj një shërbim. Të lutem, duhet një zë babai në divorc. Se ja urdhëro ç'a ndodh. Padyshim që ka vesh problematik, ka dhe gra problematike, padyshim. Siç kërkuam të gjenim një xheloze grua tek ato historitë e rekaluar, po I kërkojmë. Nuk duam që të jemi të ëndshëm. Unë një herë kam kështu parimisht, se ato janë baballar fëmijësh dhe baballarët tanë, ata meshkuj që na kanë rrit ne. Kështu që I thash do e bësh të shërbimin. E kam në linjë? Nuk do pseudonim, ka shumë kërkesa, po gjithsesi. Përshëndetje. Përshëndetje Dalina. Unë e di që I ke pas me shumë siklete dhe sa po ja thash Jonës që jam munduar e kemi kaluar back and forth, domethënë duke folur me njëri tjetrin, duke u munduar që të merja numrin e telefonit komunikoja sepse kisha vërtet të rëndësishme. Dhe jo më larg se sot dikush kishte shkruar në komente, juve I paragjykoni burrat, nuk ja jepni fjalën dhe unë prandaj doja që të kisha dhe meshkuj në këtë bisedë, sepse divorci prek edhe meshkujt. Më pëlqeu, më bëri përshtypje fjalia që the marrëdhënia me po kur nuk sheh fëmijën. Ç'a ka ndodhur në historinë tënde? Në fakt, pjesa më e vindshme e historisë time lidhet me vajzën, pra me ndarjen, jo me ish bashortën, për cilën për mua quhet një histori e mbyllur, por me ndarjen që ka me vajzën, pra sado që gjykata përcakton ditët për ta takuar, e më the të thash, prap ato nuk kanë mjaftuar. Nuk kanë mjaftuar për vetë faktin se unë isha mësuar me atë mini worldin, me atë familjen e mbledhur të vogël që kisha vajzën tërkon, pra meje që e merja, e qoja në kopësh, e merja nga kopshi, lodronin bashkë, e qoja në teatr, në vënde domethënë ku ajo kishte dëshirë, edhe gjithë ajo energji ose dashuri e madhe që unë përftoja, pra jepja asaj dhe merja prej saj, domethënë erdhi një moment që u kput, domethënë, si diçka që s'ekzistonte më, domethënë. Do thuash ti prap ke pas mundësi për ta marrë, për dalë dakord. Mundësit I kam patur dhe e kam marrë, prenteve, çtunave, djelave, e kam kthyer, ka fjetur me mua, është kënaqur nga gatimet që I bëja. Dilnim, shëtisnim, I thosha babi ka dalë film I ri, do t'i ndashoj, po babi me shumë qefe kështu dhe ishte dhe ajo apasionuar mas kinematografisë. Unë doja domethënë gjithë qëllimi im ishte që ajo të ndjeje lutur, të ndjeje sikur nuk ishte ndodhur ajo ndarja, domethënë. Ajo në heshtjet saj, qetësinë e saj e përjetonte atë, se vjen dyshim atë gjë, por unë doja të krijoja një botë, ta fuce në një aureol të lumturie, që gjitha këto efektet negative që vinin nga ndarja mos ta preknin, për atë ishte e rrethuar nga një përkujdes më shumë I veçantë se sa tisha në marrëdhënie prindërore normale, pra po jepja dyfishin e asaj. Do të thuash ti si e kontrolloj këtë ose si e ndje. Unë në agjendën time personale, kur vitet dita premte shtunë dhe e diela që do e përcjellja gocën në darkë tek jema, unë I mbyllsa gjitha telefonat, domethënë. Mund kisha shok, mund kisha shoqe, mund kisha personazhe nga më të ndryshme që gjatë javës ishin pranë meje, në ato momente ato nuk ekzistonin. Pra, u bëja dhe qartë, nuk është se bëja një rol të tipit që gënjeja, pra bëja jetë të shumë fisht. I thoja, nga kjo ditë në këtë ditë mos më ngacmoni se I përkushtojmë vajzës. Më fal, si o ndau gjyqi ju? Ti kishe një fundjavë po një jo, apo kishe edhe kështu një mërkur ditjavë? Gjyqi, kishte edhe ditjavë, po ishin ditjava me 2-3 orëshe. Kupton, dhe unë kur vjen nga puna normalisht e kisha regjistruar vajzën në një kurs judoje, me thënë drejtën, për t'i dhënë një çik hova se pjesës fiskulturës, gjimnastikës, pra edhe vajzat merrte domethënë atë zhvillimin e duhur që në moshë vogël, edhe ikja tek kursi judos, e merrsha nga shtëpia e tjemës ose ish vjerës, e çoja, e prisja të dilte
Pra ishe gati hiq 2 ditë, 3 ditë javës që se takoja, ishe i prezent në full time. Ta kishe orarin strikt apo edhe mund të shkoje kur të doje, për shembull? Nuk është se u masnin kështu me minuta. Edhe unë përpiqesha të isha sa më i mos krijoja divergjenca me ish bashortën në raport me vajzën. Dhe nuk e leja vetën që të kërciste telefoni e thoshte se ke sjell vajzën ose ku jeni, ku jeni. Edhe e flete mendjen që kur ishte me mua ishte nëse e sigurt, pra nuk do ndodhte asgjë keqe ndaj vajzës, kupton? Kuptoj. Tani ti jeton jashtë, je larg vajzës. Po, u bëm gati 2 vjet që jetoj në New York, edhe sado që këtu kam një rreth shoqëror, miqësor, mjaft të ngushtë me shqiptar, me amerikan, me njerëz që më qëndrojnë pranë, që japi marrin në aspektin njerëzor, kulturor, në shumë aspekte tjera të jetës, pra jemi mbushur për një kohë të shkurtër, më duket sikur kam një jetë këtu. E vetmja gjë që më mungon janë prindrit edhe vajzat, domethënë dhe njerëzit e shokët, por vajzën, domethënë në çdo mëngjes që zgjohem, imazhi i parë i personit që më vjen ndërmendja është vajza. Kur kishin kaq lidhur me gocën, pse ike? Me thënë drejtën, unë iken e kam patur kohë përpara, biles kam pas diskutuar edhe me i shok që të largohesh aty në Gjermani për vetë faktin se më kishte lodhur jeta e Shqipërisë me ato situatat, domethënë me pagesat jo të kënaqshme, me mosvlerësimin dhe shumë nga këto element që kur dëgjoja shokët që jetonin në Evropë ose kështu, thosha po pse unë mbas vitet e jetës time dhe unë mbas bagazhin tim në një vend kaq të lodhur sa që është ky vendi jon, kupton? Dhe kërkoja të merrja shumë më tepër për t'ia dedikuar vajzës, familjes, domethënë për të bërë një jetë aty ku unë dëshiroja, se jo se s'kam punuar dhe s'kam pas mundësi me bërë punë të mira, se unë zyrë kam punuar 2-3 punë që kam pas, me kompani tuaja kam qenë pozicione drejtuese, jo shef burimesh njerëzore, jo me prokurime, me kështu. Prap ato paga 1 milion, 1.200.000 nuk është se më mjaftonin për të bërë ato lloj jete, diçka të mesatare ose mbi mesatare që unë aspiroja. Dhe që doja ta bëja dhe vajzën, domethënë t'ia plotsoja të gjitha, pra doja t'i mësoja pjesët më të bukura të jetës, ta blatoja me kulturë, me dije. Dhe i thosha për babi, ti ke lindur në një familje me bibliotekë. E shef këtë faqen e murit dhe thosha gati 1.000 libra. Dhe ashtu si dhe babi është rritur në një familje me bibliotekë. Pra të përpiqesha t'i mësoja vajzës vlerën e gjërave, më tepër se sa çmimin. Kupton? Pra për ta shmangur nga ajo pjesa materialiste që është si virus. Ai virus i keq që prindrit dashje pa dashje duke ja plotësuar tekat dhe dëshirat vajzave me kuklla, me fustane, frozene. Më the të thash, lën pas të pjesën që është kryesore e nxënjes. Dhe mos të qaset duke parë martesën si një happy end, në kuptimin që po gjetë burin, ai do jetë që do të dorë lumturinë e gjitha. Jo, lumturia vjen nga brëndësia, pra nga vetja jote, nga ajo që ti ke arritur ndër vite, pra se sa i zonja je për veten tënde, pra lumturinë secili e ngren nga vetvetja jo duke pritur nga tjetri. Shka, të bëj një pyetje, sepse thash që kur ke shkruar, që kur na ke shkruar në DM, edhe duke na treguar tani lidhjen fantastike që ke me vajzën edhe se sa përkushtohesh. Pyetja që kam është kush vendosi, e di që ke pak siklet të flasësh për historinë dhe nuk dua të futem në detaje, po divorcin, pra prishjen e unionit. Kush e vendosi? Atë mbaroi, domethënë, me flamën që ra në 2020, pra me Covidin. Nuk e di ç'a ndodhi në psiqikën femërore të asaj periudhe, që femrat patën një lloj goditi, një lloj shoku psikologjik. Dhe unë i thoja shpesh që ti ke nevojë të të çojë te psikologu. Jo thoshë s'kam nevojë, jam shumë mirë, po ti ke nevojë, thoshë unë, se shikoja një sjellje që deri në ato momente ajo mbatet të ngursur, të fshehur, domethënë e mbyste me atë heshtjen e saj, se ka pas një heshtje të çuditshme.
i fshente gjërat dhe kujtonte se duke i fshehur, si strusi që fut kokën, tjerët nuk do ta kuptoshin. Unë i kisha aq shumë receptor dhe shisat të aktivizuara sa që i kuptoja gjërat. Pra edhe ato telefonat që fshiheshin dhe ndroheshin kodet e merre telefoni në xhepat, futej në xhep edhe kur shkronte diku për të gatuar ose për të ushtrirë ose në vende të ndryshme nuk ngelte telefoni, nuk duke më asgjë kundi telefon taj. Dhe që aty domethënë nisën ato shenjat që gjërat nuk po shkonin siç duhet shkonin. Përshëndetje. Po, më thoni. Pra, vendimi erdhi nga ju? Pyetja që ju bëri Dalina për t'i dhënë fund martesës nga këto në një farë mënyre unë i dhash fundin në një moment që unë mbush kupa dhe mjaftonte një pikë uji për ta derdhur, dhe ajo pika ujit ishte një histori, ajo do shkonte në një ditëlindje të një shoqes, ndërkohë që vajzën ne kemi marrë me vete në çdo lloj feste, ditëlindjesh e kështu. Në atë moment tha ajo, për shoqja që ka ditëlindjen na ka lajmëruar s'do ta asnjëra nga ne të marrin vajzat ose djemt e vegjël, do ta mbash ti në shtëpi, aty pastaj ta shumë çika mundësi ti për një ditëlindje të një shoqes do na lësh vajzën që ne kemi si rregull familjar, si ritual që së ndajmë asnjëherë në festa. Çfarë do kushtoj vajza e thoya unë që do ulet aty, do ri urt, edhe do shohim se si do qeshni, si do bisedoni, jo do bëni gallat kaq. Domethënë, jo edhe të ngushtë. Okej, më shumë në qoftë se ti, për ty është më e rëndësishme ditëlindja e asaj shoqes, se sa vajza dhe se sa shqetësimi që kam unë për këtë situatë, që shoh të ngulën tënde që fshet diçka, atëherë tash nëse ti të marrësh atë vendim, nuk më largohu dhe mbyllim këtu këtë muhabet. Kjo ka qenë arsye kryesore pse ju jeni ndarë apo ka pasur dhe arsye të tjera? Jo, kjo ishte pika e ujit që mbushi kupën, kupton? Arsyet e tjera kanë qenë që si ta them, domethënë erdhi një moment që ajo nuk ditë të ndate realitetin nga iluzioni. Pra iluzioni ishte që në veshin e saj i përshpërvitej shpesh nga e jëma, e cila fatkeqësisht kishte humbur bashkëshortin 2017 dhe kishte ngelur veten dhe donte të rishte pranë saj një nga dy vajzat, se kjo ishin dy motra. Kjo imi ishte e madhja, kurse motra tjetër ishte 3 vjeçë më e vogël dhe ajo e martuar, e ishte larguar të familja e bashkëshortit saj. Dhe kur i thonë me hajde tek ne, jo thoshte se s'dua tri vetëm aty çfarë do bëjmë, s'njoh asnjë tek lagja juaj. Po hajde thoshim ne se do rish të kënaqesh do me vajzën, me ne, domethënë nuk do të mundoj gjë. Jo po shoqet e lagjes, jo te jo ndepra muhabetet e kësaj natyre. Pra kërkonte që ta merrte një nga vajzat, jetonte me të? Një nga vajzat me të. Pra mua më thante xhaxhallarët e saj, në që momenti që vdiqin djeri, ish vjerin, thanë, ti thënë, ti e mësuar, thanë, që kesh bërë shkollim jashtë, nuk e ke problem këtë pjesën e të gatuarit e të qëndruarit vetëm, pra, lëre, ti qëndroj pranë mamas në këto situatë. Po ishte për një periudhë apo pra ishte për një periudhë pjesa e qëndrimit? Po tjetë një periudhë disa mujore, 2-3 mujore, ose edhe më gjatë, po dhe të në fundjava dhe dakord. Jo edhe thamë, për një periudhë afat gjata, që nuk i dihet kur qetësohet ajo që të ndihet në më thënë normalitetit tash nuk mund ta bëj këtë gjë se çfarë kuptimi ka pas e martesa, ne kemi një fëmijë me të, pra kemi familjen tonë, ajo mund të shkojë sa të dojë, por nuk mund të shkëpusi lidhjen e familjes nga njëri krah për të kaluar tek familja. Dhe çfarë ndodhi? Do të thënë u realizua kjo gjë apo? Ajo domethënë ish vjera, ja arriti qëllimin, domethënë ajo edhe kur erdhi një moment të shtëpia krijoi një lloj sherri, domethënë që s'kishte lidhje me të, por që i hodhi benzinë zjarrit, e mori një farë kohë ish bashkëshortën të shtëpia, pastaj u kthye prapë te shtëpia ish bashkëshortja mas 2-3 muajsh. Ajo i shkruante mesazhe që unë i kapa në celular ish bashkëshortës, thoshte i shkruante motra, i thoshte ti ke bërë shumë gabim që e kthye te familja, duhet ta këshillon burrin, se mamaja është shumë e mërzitur, do të bëj lanetë, do këtu e do aty, dhe i them unë çajm këto mesazhe. Së vjen turpi, thoshte unë që lejon motrën tënde dhe nënën të futet ndërmjet nesh,
pra ndërmjet familjes tonë për me na shkatrua, me na sjell të lloj divergjenca. Nuk flis të rritë kështu si e heshtur, domethënë si pa fjalë, kuptoj? Dhe aty e kuptoja unë që ato e manipulonin sa herë që kjo ikte. Ato e manipulonin për interesat e tyre. Unë biles, jo për të lavdruar veten, unë që nuk kam hyrë të familja atyre, unë i kam dashur dhe jam treguar shumë edhe altruist në radhë parë, se në vite ke se ishin kështu si një vini nga i shtres, domethënë e pamundur. Dhe doja si ti ngrija, ti ndihmoja, ti bëja, pra herë shfaqesha si hidraulik që rregulloja diçka të shtëpia, herë shfaqesha si riparus elektrik, herë në i dollap, në i gjë që unë njeri i penës, po njepet edhe për këto gjërat e vogla familjare, ato s'kishin djalë. Edhe vjeri nuk është se ishte një njeri që i jepi për këto gjëra. Pra unë isha gjithkohën për t'i ndihmuar, për të sjellë diçka, kur ishin në smundje në një gjë, thonë bashortes, jepi mamas 500.000 lekë, jepi aq, dhe mos ja merr më, ja leja dhurat, jo borx. Dhe nuk mjaftonin këto, si duket ato kishin arritur në një lloj ideje të gabuar që mendonin që vajza tyre duhet të kërkonte një bos, jo një njeri që bënte një jetë të mesatarja ose pak më lart mesatares. Kur e keni ndier ju këtë? Për kërkesën e familjes që kërkon? Me thënë të drejtën, e këtë kam ndier që në hapat e para të fejesës dhe pak më kështu. Pra nuk je ndjeri mik pritur në familje që në fillim? Jo nga jati, vetëm nga jëma. E jëma e kishte edhe me dhëndrin e vogël të gocës tjetër. Ajo që kishte diçka, domethënë që i kishte gocat si kur i kishe sjellën këtë jetë për të shërbyer asaj, pra jo për t'i rritur dhe për t'i lëshuar në lirinë e tyre të jetonin kënaqësinë dhe lumturinë e jetës tyre, siç ndodh shpesh herë që rritet vajza, martohet dhe ndjek jetën e fatit saj, pra lumturinë e gjen të familja që krijon, jo tek familja që e rriti. Dakor, nuk themi që do ndahet, do jetë ndërmjet dy botësh, ndërmjet dy gjërash, por që prioriteti është familja e burrit, domethënë familja që ka ngritur po vet, kupton? Kishte raste që në ato çmendurinë e saj, ma thoshte kështu, nuk e di, shpëtonte nga subi saj, subkonscienca, që thoshte, si ma more vajzën, ma thoshte. Si ma more vajzën. Edhe unë qeshe, më duke si po bëte shaka, po ajo në fytyrën e saj kishte një lloj serioziteti. Nëse e kuptua të situatë. Ajo e dote për vete në kuptimin ti shërbente. Se nga që s'kishte djalë, edhe ajo për herë thoshte, ti e vajza madhe, ti duhet t'jesh shtylla shtëpisë, e ku ta di unë, pra ajo duhet t'ishte e kudo gjendur, e kudo ndodhur, e kudo ndihmuar, pra çdo aset i saj, dhe çdo njeri që orbitonte rreth saj duhet ishte në varësi të ndihmës që duhet i bëjë familjes. Ju keni sjell një tjetër pasqyrë ose realitet tjetër që ndodh kur familja e partneres ndërhyn në familjen që është krijuar, pra ju keni ndier ndërhyrje të vazhdueshme. Pikërisht, të vazhdueshme dhe jo realiste. Në qoftë se do kishte diçka, një qasje tillë që unë s'do ta lejoja kurrën e kurrës, a them sinqerisht këtë gjë, mund vite nga familja ime duke parë disnivelin arsimor, kulturor, edukativ ndërmjet familjes tonë dhe familjes saj. Sa ato ishin klasë punëtore, si thua, njerëz proletariatit. Ju jeni ndier të parëndësishëm në marrëdhënie, pra të pavlerësuar gjatë këtyre ndërhyrjeve? Jam ndier dhe kam mbajtur qëndrim në dy raste. Pra, kam përshtypjen para fejesës, edhe një rast gjatë fejesës, që jam larguar për këto lloj grindjesh të çastit, që mund vishin nga kunata në përgjithësi, sa e përdorte ite në ndiste shkrepse, kurse benzinën e ite vjera, kupton? E kuptoj. Kjo ka ndërhyrë pastaj edhe tek marrëdhënia juaj, ti tregove që partnerja është e heshtur, pra përballë kësaj konfrontimi që ti bëje, shiko se nuk janë në rregull. Këto ndërhyrje, kjo mënyrë se si ty të kërkohet, për shembull të vish, të shkëputesh nga familja jote, të qëndrosh atje me një afat të pa limit. Domethënë, në këtë konfrontim partnerja juaj ishte e heshtur. Pra nuk pranonte të diskutonte. E heshtur dhe konformohet, pra ishte konformiste me palën, me tjemën dhe me motrën.
Edhe Sara që unë thesha, motra e saj me një ftyrë të çuditshme më thoshte veç ma sa erdhe. Po pastaj marrëdhënia juaj u fto, pra të kalojmë tek ai momenti ose faktori i parë që ti e përmende. Nuk dua të fullem më shumë nëse nuk dëshiron. Pra ishte pika që mbushi gotën se dhe nuk durova dot më. Më ndrodhe kohë dhe gjithkohë celularëve. Pra ka qenë një episod pastaj që Dgjoj, unë kisha diçka, unë mendoja këtë gjë, thosha, dakor, gjithë kjo lloj drikulle, domethënë gjithë kjo lloj situate e pakëndshme, sido që të jetë sado të vloj kazani, kjo ime shoqe ose ish bashorte duhet të marrë një vendim dhe duke vënë familjen e saj, dashurinë që kishte ndaj meje dhe vajzës, do t'i thoshte atyre stop. Pra, kjo më jepte një lloj garancie që mendoja, ajo nuk do bile kurthin edhe në këto situata, domethënë të pakëndshme që të dorëzohet dhe të ndjeki vullnetin e tyre. Dhe i kam lënë pas to, pra përpiqesha mos të mbaja inat, mos isha i inatçori që nuk i flisja, nuk i bëja, prapë i rikthesha, i flisja punatës, me vjerën bëja sikur s'kishte ndodhur asgjë, mbasi sheshoheshin këto gjëra. Edhe fillonte kupa zbraze e mbushe dhe po prapë ricikloheshin problemet. E kuptoj. Me forma të ndryshme, por me efekt të njëjtë. Po, mund të pyes pak, duke qenë se ju e përmendët në pjesën e parë vazhdimisht vajzën, për kushtimin ndaj saj, si ishte marrëdhënia me vajzën kur ishit bashk? Marrëdhënia me vajzën ka qenë e shkëlqyer. Pra ka qenë njësoj ky investimi juaj? Njësoj biles mund të them që mbas ndarjes, unë e kam intensifikuar. Ma më mbeti në mendje fakti që thatë më herët, zgjojmë në mëngjes gjithmonë me mendimin tek vajza. Domethënë është kthyer një lloj prioriteti të jashtëzakonshëm në jetën tuaj. Kërkoni kur ajo vjen tek ju, të bëni maksimumin si baba. Nuk e di, kjo vjen nga dëshira, vjen nga ndonjë ndjesi faji, vjen nga diçka që ju ngacmon që e bëni kaq të rëndësishme. Patjetër që është e rëndësishme, por mënyra se si ju e thatë. Nuk besoj që është një qasje që rrjedh nga ndjesia fajt, se nuk kam se ta shfaqsoj ose ta fajsoj veten kur nuk kam patur asnjë lloj brenge ose asnjë lloj veprimi ose sjellje ime të pakontrolluar në raport me të. Kam qenë i rregullt si prind, si baba, ja përpjekur të jap dashuri pafund. Vëmendje pra çdo gjë, dhe domethënë sa herë që mendoja që më koput ky prindërim, domethënë aty pastaj nga shërihesha. Dhe dhimbja ishte shumë e madhe kur e dorëzoja ditën e diel. Kur flente me mua ditën e premte në darkë, edhe të shtunën që ndjeja aromën e saj, kështu domethënë çoheshim gjes. Babi, hajde këtu do ikim tajmë dhëmbët, do bëjmë këtë, do bëjmë atë, pra më të rishte kështu, edhe unë do e shikoja që sa ishte disiplinuar për të ndjekur ato etapat e jetës. Pastaj kishim orarin për të lozur, dilim te balkoni, hajde se do vrasim muqër me babin, i thoshim, më merrshim pistoleta, gjëra. Ja ku është ujë, bieri e kështu. A mund të bëj një pyetje? Po Dalina, më thuaj. Po. Më bëri përshtypje se ke thënë e the 2-3 herë faktin që familja jote është intelektuale, është e ngritur, ke 1000 libra në shtëpi dhe pastaj mënyra se si fole për familjen tjetër që kishte edhe një nënqeshje që është familje punëtore. E the 2 herë dhe ato që janë tjetër nivel, pra proletariati, plebej, nuk e di domethënë, po që e kishte të rëndësishme të tregojë disa nivelet intelektuale të dy familjeve. A të vjen keq që atë vajzë rrit ajo nën? Shumë keq më vjen. Unë jam përpjekur dhe unë kur e kam njohur, ka qenë 19 vjeç, mendova që unë do jem ai udhërfies i jetës saj, ai profesori ose ai njeriu që do t'i hapja dritaret e jetës gradualisht për ta parë jetën me gjitha ngjyrat e saj. Historia jote më ktheu pak te një gjë që kam thënë në fillim fare të programit të asaj terapistes Ukrainase, që më tha mos shifta pse u nda, thash pse u lidhet. Edhe fakti që ai thotë komplet ndryshe 19 vjeç, unë doja ta rrisja, ta mësoja, të tregoja botën. Po pastaj ke kuptuar rrugës që nuk e edukon dot ti 19 vjeç ti kë ose
Neve kemi në Shqipëri një shprehje themi kështu shkote origjina, domethënë shkonte kushdo origjinë tjetër ajo, se unë nuk e gjykoj dot atë vajzë. Ai është mendimi yt, mund të ta ndryshosh ti mendimin. Aty gjeni nuk e bën dot. Po, duke qenë se për më shumë shpesh do këtë lloj retorike të folur e njoh shumë mirë. Dhe prandaj thash ndoshta ty të vjen keq duke qenë se nuk se ty të mungon respekti për atë familjen, edhe fakti thuaj që vajza rritet shkon tek ajo gjyshe, ka atë teze, prandaj tash unë duhet të jetë ky një merak i madh. Shumë i madh. Ky është meraku i jetës time, se sado që i kam qëndruar pranë vajzës, tani që jam larguar, domethënë që unë prap jam në jetën e saj, se komunikojmë, bëjmë, frika më e madhe kjo është mos japi, domethënë në të formën e saj, se fëmia është si puna e materjes, e lëngut që derdhet në ena është prindit. Po çfarë do të bësh ti me këtë frikë, se e para punës ato genet tash nuk i përcakton dot ajo. Vajza do ndikohet, fëmia nëse rri me mamën ndikohet më shumë se mamës, se ti je në Amerikë. Domethënë, ti në kokën tënde me gjithë merak, si e zgjidhni këtë situatë? Se ju jeni të ndarë për momentin, ti edhe në Amerikë. Unë do pres derisa vajza të shkojë 18 vjeç, pra që ligjërisht të ketë drejtë të zgjedhë, dhe do t'i bëj ftesë të vita shkolloj këtu, dhe të marrë këtu emancipimin e duhur edhe të mbushët me dije dhe me kulturë. Mund edhe ta marrësh herë, po. Më tha diçka më herët për pjesën e ngjyrave që dëshiron vetë që t'jap gjithë ngjyrat, edhe pjesën e tjomës me kulturën që ajo mund t'i japi, po edhe t'jatit dhe fëmia zgjedh ato që ne është bërë tashmë më moto. Nuk e di tani legjislacioni shqiptar në këtë pjesë domethënë e ka të sankcionuar që pa mbushur 18 vjeç, domethënë nuk mund vendosi fëmia të largohet nga e jëma. Pra deri në 18 vjeç duhet trimet jëma, pastaj nëse e jëma bie dakord, duke menduar që do jetë diçka e mirë për vajzën e saj, atëherë do jetë fat për mua që ta marrë ta rrisë ta nxjerrë një jetë siç duhet. Kam një pyetje, për shumë praktike. Pyetje, në momentin që ju vendosët të ndashni, sepse thatë që Darja ishte okay, të i thejë ditë lindje, po ne kuptuam diçka më shumë. Tek ajo pjesa pse smergosin me vete, se fole edhe për celularin, për kode, për gjëra që fshite e tjera. E kuptuam diçka. Tani, ajo shtëpia mos kuptuar që tingëllon xheloz në këtë rast. Jo, nuk tingëllon xheloz, po kuptuam unë pak ose kisha ta kesh kuptuar që ajo mund kishte filluar interes për dikë tjetër ose kishte interes diku tjetër. Sa mirë më kupton ti Dalina, je në njësi vale me mua, pra sa bukur e ka dhe direkte. Pamërësi që unë zdoja ta pohoja. Po prandaj jemi këtu dhe në këtë program. Shika, mund ishte dikush tjetër. Po, pyetja ime, në atë moment që u bëj debati, në cilën shtëpi u bë, në shtëpinë tënde atë asajt, ajo shtëpia kujt ishte përbashkët? Tani shtëpia, ne kishim që kur lindi vajza, u shpërngulën 3 vjet kishim ndjetër te prindrit e mi, dhe u shpërngulën te shtëpia e re që ishte shtëpi e blerë, domethënë me kontributin tim dhe familjes time. Po më shumë familjes, domethënë më ndihmuan dhe hym në një shtëpi 3 të kompletuar që kompletuam gradualisht me gjitha sendet nga më të vogla deri te më kryesorja të elektroshtëpiakët, sipas shijes edhe përmbështrimit tonë. Kuptoj, ta është një shtëpi për çiftëri që me kontribute përbashkëta. Ne do ja vetëm të dia në moment kështu ekonomikisht, domethënë si ishit ekonomikisht ishin mirë, pavarësisht që filloi një periudhë që qëllova pa punë dhe nuk po merrse, pra po shkoja sa në një vend tjetër, diku s'pëlqente paga, diku ishte largësi vendi punës në autostradë, diku këtu, diku. Domethënë më kapi një periudhë, më thënë drejtën. Po sa gjatë ishte periudha, se kjo periudhë është shumë e rëndësishme për femrat. Po pse ju femrat, domethënë kur jemi në hall në burrat që jemi pa punë na veni shkenjë dhe vetëm kur kemi puletën plotë. Ke shumë të drejtë. Jo, ke shumë të drejtë, në martesë dhe pritën. Po varet sa gjatë është periudha. Nëse periudha është e pajustifikuar, sepse tani natyrisht, biologjikisht, të gjithë studimet shkencore të botës që e kete ato ligjimi librat e tu në shtëpi, këtë studimi që mashkulli është provider, kupton? Dhe nëse kjo periudha zgjat pafund 2 vjet, atëherë ka një problem mashkulli. Nëse zgjat me muaj, do stabilizohet. Pra kur ai nuk jep dum situatës së vet, atëherë Dalina, unë isha gati ti edhe po përgatitesha për të shkuar në Gjermani me te shoku im që më kishte gjetur vend punës se gjitha në Hanover. Po ajo
Sa thoja unë që do i hop kërceta, thoshe ku do mlesh mu dhe vajzën. Ndërkohë që Vjera thoshe tiki, ajo më lumëtëroj. Vjera që ka I thoshte, mami, po si tiki me lotë në sytë, si tiki ku me lene në dyja. Po heshmi tiki aty të nuaj, kështë. Dhe që kam përshtypjen që ishin dy njerëz të ndryshëm komplet, me aq sa tregove ti. Të ndryshëm. Thjesht ishin në valë të ndryshme. E di çfarë më intereson tjetër diçka që ne sjellësh me që kemi një burr në fund këtu për çështën e divorcit, është si e përjeton një burr post divorcin. Mund çfarë vështirësie hase, çfarë shqetësimi? Shiko, si e nderuar psikologa, se Dalina është nivel dhe më thënë që është shumë superior dhe unë e kam ndjekur. Dalina edhe kur flet për të mbrojtur drejtat e femrës i ka sakta gjërat, pra nuk e te kalon masën. Se shumica e gazetarëve përpiqen të shfaqin një mbrojtje, një solidaritet, por që te kalojnë masën e kalojnë. Jo, shiko, të them një gjë, feminizmi. Unë, ky rasti jot mua më vjen se ka menduar shumë rastin tënd. Tash është një kohë shumë e mirë për gratë dhe duhet të vinte, sepse kemi kaluar shumë gjëra. Por nga ana tjetër, çfarë kam kuptuar unë, është që e para, duke qenë se meshkujt e ka pa mundësi të komunikojnë vetë nga natyra, pra tash i kanë filluar të shkojnë në terapist, nuk flasin dhe është një kohë kur femrat kanë bërtitur shumë dhe kanë bërtitur çik më shumë se ç'duhet derisa të stabilizohen gjërat, se kështu duhet të trëmuje madhe dhe pastaj gjërat të shkojnë në vendin e vet. Ka raste siç është rasti yt, në rast se është kështu, sepse ne gjithmonë nuk kam gjithmonë dyshime si gazetare për çdo njeri me cilin flas, po marrim të miqën që është rasti yt, ose të miqën një rast tjetër, gruaja tradhton mashkullin dhe vendos me arrogancën e një gjëje që ajo ndoshta ka një, prandaj pyeta unë kujt ishte shtëpia, me arrogancë që ka ca krah të ngrohta ta ndaj mashkullin. Dhe këtu pastaj kur futet ligji, se ligji është bërë për mbrojtur gratë dhe kryesisht dhe gratë shtëpiake, domethënë sepse kështu ka qenë historia, gjenden meshkuj si puna jote, që janë në mes të katër rrugëve, jo në kuptimin literal të mes të katër rrugëve, por janë meshkuj të cilët gjykata direkt, pra pa asnjë ja kalon nënës, që dhe kjo është bërë për të mbrojtur grua, sepse ka pas burra me lekë që ja merrnin dhe ja zhduknin fare, pra ekstremet i kanë bërë burrat, pra që të jemi të qartë, domethënë janë feministe, po edhe e kuptoj pse bëjnë ca gjëra. Dhe ju keni ngelur, pra ti je një burr i cili në një moment, pra si ku shkoj aty më ka vishur në zemër sepse di histori të tilla, që ke ngelur tani dhe thua, unë fëmijën do ta shoh të mërkurën mbas dite ose të dielën orën 9 me 11, kur të vendosi mamaja me gruan, sot e ka vendosur të kursin, sot do t'i bëj këtë kursin tjetër, sot do t'i bëj këtë kursin. Pra, edhe kjo, edhe për këtë unë kam një keqardhje, sepse kështu është. Kjo është keqardhje e madhe. Kjo është keqardhje e madhe se ligji duhet të jetë i barabartë, por duke folur për barazitizëm, këtu vetëm barazitizëm që s'ka. Se këto lloj kufizimësh. Po mund ta kërkosh këtë. Nuk e 50-50. Prap ti mund ta kërkosh, pra ta ndajnë gjykata, po unë besoj që do mund ta kërkosh. Ti jetë barazim. Nëse do. Gjyqtarja, se tani po më kujtohet me një nënqeshje ajo, nëse se s'dua të futet tani në përshkrimin e fytyrës saj, do se mbaj mend emrin mbi emër. Gjyqtarja domethënë ashiqare domethënë mbajti krahun e saj, saqë tha një moment apo i mbyllim sa këto incizimet të seanca pajtimit, ta nuk ka asnjë incizim, tha ti tha, është e vërtet që dyshimet e bashortit tënd se mund ta tradhtojë, mund kështu, domethënë janë të vërteta këto dhe ajo në një moment u çua tha, unë tha, e kisha një shok, tha, po nuk asgjë më tepër se kaq deri ata Olinës së duar. E para dhe e dyta, gjyqtarja dha dhe autorizimin e përhershëm, saqë i thash shumë avokatit timor, i thash shumë këmbgulët që shkruaj autorizimi i përhershëm që të marrë vajzën ta nxjerrë jashtë shtetit pa kur posaçme nga ana ime. Pra thjesht me një telefonat që unë po e marr, po ikin filan vend me vajzën dhe mjafton kaq. Avokati u përpoq të argumentonte, bëm edhe një kështu si këtu shkundërshtije, por që ajo prapë në fundi e dha dhe thoshte është procedurë normale, kjo ne kështu ja japim gjithë. Ndërkohë që s'ka ndodhur shumë me rastet e tjera. Dhe unë jam katërcifrisht i sigurt që ka influencuar avokatja e ish bashortës, e cila ka qenë punonjëse në gjykatë, dikur ka qenë sekretare njërës nga gjyqtarët aty dhe hyte dilte të zyrat e atyre, që pash se prisja që tyshin
në seancë, hyte dhe përqafoi me ato gjyqtarët e tjera, pra ishte punuar dhe ato bagazhin e njohjeve shfrytëzoi për të avantazhuar ish bashkëshortën. Ka plot meshkuj do të që si puna jote e kanë vuajtur, që nuk kanë zë, dhe unë faleminderit që sot erdhe dhe folet, falenderoj shumë vërtet, sepse është një zë tjetër edhe çfarë do lloj fryme të ketë përreth feministe, seksiste dhe njerëz të vërtet. Pra ky është i program me njerëz të vërtet dhe në këto njerëz të vërtet janë dhe meshkuj që vërtet e vuajnë. Dhe unë mendoj që mund mos jesh bashkëshorti i dur, mund mos jesh bashkëshorti i mirë, mund mos jesh bashkëshorti fatlu, por ama ke të gjithë mundësi të jesh prind shumë i mirë. Do të thënë, si në marrëdhënie dhe pas divorcit, kështu që ti bën përpjekjet e tua, ke ëndrat e tua, unë besoj që nëse do të takosh me vajzën më herët mund ta bësh, mund ta takosh, mund ta kesh, domethënë, në varësi të marrëdhënies që ke me gruan mund t'i zgjidhni me konsensus. Po me konsensus dhe madje mendoj që për të qenë njerëzit duhet të jenë të zgjuar, mjaftueshëm që për hir të fëmijëve të mbajnë marrëdhënie dhe sidomos burrat me gratë, sepse gruaja ka në kontroll fëmijën, po flasin si grua. Jo, dëgjoj, deri në momentin që un kam komunikim me vajzën time dhe që nuk më pengohet komunikimi dhe kështu jam rregull, unë nuk kërkoj. Për mua kjo histori është e vdekur, pra nuk ka rikthim pas. Përpiqesh, ADN-ja nuk ndryshon, pra ajo po atë qasje, po atë pra më mirë të shkoj te niveli i saj, dhe gjej dikë që i përshtatet, se te niveli i saj është deri tek profesori fizikulturës për nga formimi. Nëse tash, okay. Deri aty mund të shkoj, më shumë nuk shko dot. Nëse gjithçka të mirë në jetë se fati i saj dhe mbarvajtja e jetës saj influencon te vajza ime. Patjetër, kështu që ti këtë fjali që the s'do nuk ta thuash më. Këtë fjali që the për tani për atë nuk do ta thuash më, se si do kjo tregon që ke akoma mbledh, kështu që duhet të jesh në pikën që thua shumë intereson fare dhe na intereson fëmia edhe të krijoni marrëdhënie. Ta them ty se shumica kanë probleme. Kupton, në botë ka aplikacione ku komunikon për fëmijën sepse s'flasin dot ndryshe. Unë të falenderoj shumë gjithsesi për historinë. Unë i shkruaj. Edhe të falenderoj dhe unë që më dha shansin që të shprehem. Pra njeriu ka nevojë të flasë, të shprehet. Aq më tepër që unë jetoj mes dy botësh, pra jetë reale këtu dhe jetë kujtimesh edhe surreale aty tek ju. Po ja tani do vjet avioni ditën tjetër, Tiranë, New York, edhe do afrohesh me botë. Do afrohesh me botë. Do jetë gjë më rrugë, do afrohemi, do bëjmë fshati vogël. Do bëhet edhe shumë lajm i mirë. Po, të vi me gjithë çmimin e ulët. Faleminderit. Falenderoj shumë. Falenderoj shumë. Edhe unë falenderoj, ishte me si kënaqja domethënë sot ishte një ditë e këndshme. Më dha shansin të Game of Thrones, ka qenë një super serial, nuk e di e ke parë, edhe thoshte ishte një natë dimri shumë e gjatë dhe sot ishte si një natë Game of Thrones, një natë që nuk mbaronte me histori dhe më erdhi dhe mirë për zotrin se nuk do që t'ja them emrin që foli, se kishte me shumë me pikpyetje, me dyshime, por më erdhi mirë për histori dhe më erdhi shumë mirë për pjesën e terapisë. Unë ndërkohë në një moment, ndërkohë që ti fole, u shkëputa dhe doja ta thoja këtë, sepse ndërkohë që ne regjistrojmë të programin, ne regjistrojmë të enteve, të enten, ndërkohë është në transmetim programi tjetër në YouTube, dhe më bëri përshtypje sepse nuk kishte rënë numri shikuesve dhe kishin kaluar ora është 11:47 ndërkohë që ne regjistrojmë të program, kemi filluar në 7:30, ndërkohë që ai program ka filluar në 9 dhe në 11 deri kur e pash në 30 e ca, nuk ishte rënë numri shikuesve, sepse meraku im është sa i gjatë është ky program. Unë vazhdoj të them Elona sa i gjatë është ky program. Pastaj them shiko çfarë historish ka, se ke këtë mashkullin, ke atë që po jepte zgjidhje, ke atë domethënë çfarë historish janë, dhe them si të tash ti mbajmë nga një histori por ne do bëjmë diçka në të ardhmen, do bëjmë diçka interesante, sepse nuk ndalojnë edhe është aty po ndodh një terapi grupi tani. Terapi grupi. Po, jo nuk kishte rënë numri i shikuesve dhe kjo ishte një mrekulli dhe unë i falenderoj shumë. I falenderoj shumë dhe falenderoj për mbështetjen. Ju lutem më propozoni tema, na propozoni tema që ne ti trajtojmë dhe mbani subscribe Andalen. Ju lutem sepse do na ndihmoni dhe mbështesni programin ton. Faleminderit. Andale!